Shikoni, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë sahabëve, Bilalit i ka thënë thirrë ezanit pushojnë në namaz. Nuk na ka pru kurkush këtu me zor, kena ardhur me qef. Jena të dalë para Allahut azza wa jall me qef, me dëshirë. Të mundohemi këtë ibadet ta kompletojmë. Pse? Se wallahi, nëse këtë ibadet e kompletojmë dhe ja i hapim hakun, wallahi këtë punë tjera kanë na rregullu. Këtë punë tjera kanë më përmesu. Njoni, që sa vjet jam tu fal, po s'unë lot shaman. Që sa vjet jam tu fal, s'unë lot vetëm. Që sa vjet jam tu fal, s'unë lot kët. Wallahi këshire namazin se ki tamam. Wallahi namazin se ki tamam. Se wallahi me pas namazin tamam nuk ka mundësi mos me ndryshu. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i atij që e fal 5 vakët namazin është sikur shembulli i atij i cili e ka një lum pranë shtëpisë së tij. Nëse hin në atë lum 5 herë nditet, a ka mundësi që atij njeri mos të jesin pluhur apo të jesin njolla? S'ka mundësi. Edhe mua dhe ti, nëse këtë namaz him ashtu siç duhet, wallahi do të na hik, do të na largohen njollat, do të na largohet pluri, do të na largohen gjunat dhe do të ndryshojmë dhe do të përmisohemi. Por ndryshe vëllezër të nderuam, namazi është ai i cili e përmison njeriu. Pra, edhe një thënie tjetër që është namazi ditën e Kiametit, disa njerëzive kam ju gjujt për ftire si paçavër. A ke po atë maramët dikush, ata ka gjujt dikush, në shef apo në dikush, në punëtor apo dikush, apo në ta ka gjujt kaftira. E namazi disa njerëzve kështu kam ju gjujt ditën e Kiametit për ftire. Ja vlen që ne t'i japim vlerësi, që t'i japim, rëndësi këtij ibadeti, këtij adhurimi. Pastaj edhe me këtë hadith po e përfundoj, ditën e Kiametit o vëllezër të nderuam, nuk do të lëviz kama e njeriu. Nuk do të lëviz ditën e Kiametit kama e njeriu pa dhënë llogari për namazin. O vëllezër të nderuam, shiko, në këtë dunjë të shkurt, në këtë jetë kësaj dunjaje të shkurt, 50, 70, 100, po bëjmë çmos, po luftojmë për dosenet, për koshmet kësaj dunjaje. Ndërsa thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të lëviz kama e robit e birit Ademit ditën e Kiametit pa dhënë llogari për namazin. Për ku kama? Për në xhenet ose për në xhenem? E përjetshme, jo 50, 60, 70. Për ata, vëllezër të nderuam, për në fund lutim Allahun azza wa jall që Allahu namazin na dashuron. Lutim Allahun azza wa jall. Unë ja kum thon shpesh herë dhe çdo herë do ja them. Çdo herë para iftarit, çdo herë në sifir, mos e lebe kohë që të kujtohet, që i ngre dorët gjatë Ramazanit, pa thonë o Zot ma dashuron namazin. O Zot ma mundso që të shijoj kënaqësinë e namazit. O Zot mos më ndaj namazin nga jeta ime. Nëse asnjë doa tjetër s'pranohet, që kjo